Zoti tregoi atentatin e dështuar të jehudive për treguar edhe se si e kanë zakon ata të thyejnë besën, urdhëron e thot. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Betohem në madhërinë time se me të vërtet Zoti u kishte marrë besën Beni Israilve dhe caktuam nga ata 12 komandant, Zoti u tha atyre kur u mori besën, unë jam bashkë me ju, do t'ju ndihmoj, në qoftë se ju kryeni faljen e namazit, jepni zekatin, besoni pejgamberët e mi, i nderoni ata dhe jepni Zotit një hua të bukur, në qoftë se ndihmoni me para për luftë, atëherë unë patjetër që do t'i mbuloj të këqijat tuaja dhe do t'ju shtija në xhenete poshtë të cilëve rrjedhin lumenj. Por kushdo prej jush që do të bëhet qafir pas kësaj bese që dhat, me të vërtetë ka humbur udhën e drejtë. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Për shkak të thyrjes së besës që kishin dhënë ne i mallkuam ata dhe zemrat e tyre i ngurtësuam, i bëm sigur. Ata i ndërlikojnë fjalët e Zotit nga vendet e veta dhe haruan një pjesë nga këshillat që u ishin dhënë. Ti gjithnjë do ta kuptosh tradhtinë e tyre përveç një pakice prej tyre të cilët nuk tradhtojnë, pra u afal atyre fajet dhe mos i ndëshko sepse Zoti do ata që bëjnë mirë. Shpjegime. Thyrja e besës prej Beni Israilve është për mosbesimin e tyre ndaj pejgamberëve të Zotit. Për këtë shkak Zoti ka mallkuar ata dhe i ka ngurtësuar zemrat e tyre deri në atë mas sa atyre nuk u bën përshtypje asnjë këshill. Ata i ndërlikojnë fjalët e Zotit, nuk i marrin në kuptimin e vet, por i shtrembërojnë e i ndryshojnë sipas dëshirës së tyre. Jehudinët i haruan dhe i lanë pas dore një pjesë të këshillave që u kishte dhënë Zoti në Teurat, që ata të besonin në profecinë e të madhit Muhammed dhe të ndihmonin fen islame. Ata silleshin gjithnjë me tradhtim ndaj pejgamberit, prandaj Zoti thot Muhammedit, ti o i dashurim, gjithnjë do të kuptosh tradhtinë e tyre përveç një pakice prej tyre të cilët janë bërë mysliman dhe nuk tradhtojnë, por ti u afal atyre fajet dhe mos i ndëshko, s'ka gjë, ata le të bëjnë të tyren dhe ti bëj tënden, sepse Zoti i do ata që bëjnë mirë. Zoti për të treguar se dhe të vetë quajturit, Nasara, të krishterë, e kanë haruar një pjesë të këshillave dhe e kanë thyer besën që u kishte marrë Zoti nëpërmjet të madhit Isa, urdhëron e thot: "Wa min alladhina qalu inna nasara أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون." Edhe prej atyre që thanë vetë se ne jemi Nasara, të krishterë, morën besën, po në atë mënyrë që e kishin marrë edhe prej Beni Israilve, por haruan një pjesë të këshillave që u janë bërë atyre në Ungjil, edhe këta e thyen atë besë, atëherë edhe ne futëm në mes tyre armiqësinë dhe urrëtitjen dhe kjo grindje do t'u vazhdojë deri ditën e Kiametit. Së shpejti Zoti do t'i tregojë atyre ndëshkimin për punët e këqija që kanë bërë. Shpjegime. Në tefsirin Hazin thuhet se fraza thanë vetë se ne jemi Nasara, do thot ata mëtojnë e thonë se janë Nasara, por nuk janë të tillë. Ata pranuan dispozitat e Ungjillit, por për punën e të madhit Muhammed, i lanë pas dore ato dispozita dhe i haruan, prandaj nuk e meritojnë atë emër të bukur, dhe për ndëshkim Zoti ka futur grindjen fetare politike ndërmjet tyre, deri në atë shkallë sa nuk do të pajtohen shok më shok deri ditën e Kiametit. Pasi tregoi se jehudinët dhe të krishterët nuk e kanë mbajtur besën që u kishte marrë Zoti për t'i thirrur ata që t'i besojnë të vërtetës, ai urdhëron e thot: "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kathir, qad ja'akum min Allahi nuru wa kitabun mubin." O ehli kitab, me të vërtetë ju erdhi i dërguari ynë, Muhamedi. Ai ju tregon juve shumë gjëra të librave nga ato që ju i fshihni dhe shumë gjëra i fal. Me të vërtetë ju erdhi nga ana e Zotit një dritë e madhe, një libër i qartë. Atëherë pse nuk i besoni? Shpjegime.
ehli kitabët, zotruesit e librit, është edhe për jehudinët dhe për të krishterët. Çështjet që fshihnin ata është për ajetet e librave të tyre që tregojnë cilësitë e profetit më të fundit dhe për ajetin e ndëshkimit me gjuajtje me gur të imoralit dhe të imorales, rrexhmit. Ajete këto që xifutët e Medinës deshën t'i fshihnin sepse donin të shpëtonin prej këtij ndëshkimi një pasanik imoral, duke dhënë mit. Por pejgamberi u agjeti atë ajet në Teurat e u atregoi. Ky rrëfim i pejgamberit numërohet si mrekulli, sepse ai nuk dinte as të shkruante as të lexonte. Për të theksuar se pejgamberi dinte të gjitha çështjet e përmendura në librat e tyre të cilat ata donin t'i fshihnin. Në ajet thuhet: ai ju tregon juve shumë gjëra të librave nga ato që ju i fshihni dhe shumë gjëra i fal. Drita e madhe është për Kuranin e madhëruar. Ebu Sud Efendiu thotë se në këtë ajet ka një kritik të madhe për ehli kitabët, sepse fjala Rasuluna, i dërguari ynë, shënon një nderim të madh për pejgamberin, po ashtu kjo fjalë le të kuptohet se Zoti thoret robët e vet që ta ndjekin e ta nderojnë atë. Pra ehli kitabët i dinin këto të drejta, më parë se çdo kusht tjetër ata duhet të vepronin sipas të drejtës, por përkundrazi ata guxuan të ndryshonin edhe dispozitat e librave dhe të mos i besonin pejgamberit të Zotit, prandaj ata e meritojnë këtë kritik.